erdhe në Gogo.al. Mirë të gjeta. Dhe po mendoja kur të bëra ftesën di ose par dje, kur folëm bashk, ose qef kam që do flasim për çështjet e shëndetit. Dhe po diskutonim edhe për studimin që kemi bërë ne lidhur me dezinformimin, që një nga problemet më të mëdha është dezinformimi për çështjet lidhura me shëndetin në Shqipëri, por nuk është se do flasim për këtë specifikisht sot, ose vetëm për këtë. Mirë se na erdhe për të folur për startupin që ti ke ndërtuar dhe ekipi yt ka ndërtuar, kuptohet të lidhur me fushën e shëndetit. Mirë të gjeta. Kënaqësi se është hera e parë. Edhe përgëzime për punën që keni bërë deri më tani. Shëndetësia është aq e madhe sa që qeveritë të tëra nuk e kanë zgjidhur dot. Por është një gjë që neve na prek. Jashtëzakonisht shumë. Në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të tërthort. Dhe edhe ideja e startupit, pavarësisht se startupi është shumë, unë i them shumë i mërzitshëm. Pse është i mërzitshëm se startupi ka gjëra shumë interesante? Startupi si aplikacion është shumë i mërzitshëm. Është një gjë shumë boring, por atëherë kur të duhet të bën shumë punë. Dhe unë kam shumë vite eksperiencë me startupet, si në Shqipëri, në Ballkan, në Europë, deri në Silicon Valley. Dhe ky është një startup i zhveshur nga shumë kështu hype, siç e thon. Është i fokusuar më shumë ke pjesa utilitare. Dhe është një nga lëngatat e shëndetësisë në Shqipëri, që është praktikisht ndërtimi i historikut mjekësor. Pra një pacient me një historik mjekësor të fragmentizuar, kryesisht mes dy kolonave, po themi kolonës publike dhe asaj private, dhe pastaj edhe brenda secilës në po ashtu të fragmentizuar në rang klinike, spitali, MZ-tash. Dhe kjo në fakt lidhet dhe me punën tjetër të cilën unë bëj, por edhe njëkohësisht me një problem që unë mendoja se e kisha larg, por erdhi shumë afër. Në të njëjtën kohë, pak a shumë, bashkëshortja ime ishte shtatzan me djalin ton të parë. Dhe ishte një komplikacion i cili duheshe parë nga afër. Duhej adresuar, po. Dhe kjo na bëri që ne të konsultoheshim me 5 mjek të ndryshëm, të gjithë në privat, asnjëri në publik. Ndoqëm qëllimisht atë rrugë, sepse donim të kishim, po themi, luksin e të kërkuarit llogari. Që ta them të drejtën siç është, dhe kur ja paran time kam gojë pak më shumë të kërkoj llogari për cilësinë e shërbimit që marr. Kështu që ndoqëm 5 mjek të ndryshëm, por 5 mjek të ndryshëm do të thotë jashtëzakonisht shumë të dhëna. Ne si vëllai kalojmë nga një doktor ke tjetër me dosje. Se e bëre këtë, e bëre këtë tjetër, e bëre, dhe duhet t'i ndanim me të gjithë këta. Dhe njëkohësisht në këtë kohë edhe gjyshja ime e ndjerë u diagnostikua me kancer gjiri. Një gjë që ajo pastaj të merr, ndërkohë që këtu je duke i bërë këto gjërat se gëzohesh, ke atë ngazëllimin e gëzimit, nga ana tjetër ishte pjesa e menaxhimit të stresit dhe të situatës. Pra, i njëjti proces, por me dy ndjesi krejt të ndryshme. Ndërkohë që këtu mezi pret ti mbledhësh të dhënat se fillon ndërton atë historinë në kokë që do t'i thuash fëmijës kur të dalë në jetë. Te nga ana tjetër duhet t'i mbledhësh të dhënat që të kesh sa më shumë të dhëna që të marrësh informacionin e duhur dhe të kontaktosh mjekun e duhur. Dhe mes mjekësh në Shqipëri, mjekësh jashtë Shqipërisë, me rastin e gjyshes time, ishte ky problemi i këmbimit të dhënave dhe qëndërzimit të dhënave në një vend. Kështu që unë nisa me një gjë shumë të thjeshtë. Me bashkëshorten fëmijët e Shqipërisë gjithçka shkoi mirë. Gjithçka shkoi mirë, unë jam baba i lumtur i dy gjunave, megjithëse pa gjumë, por ajo që vum re ishte që sa më shumë që e flisnim edhe me të tjerë, ishte nga e gjëja, po në fakt edhe ne kemi këtë problemin. Dhe unë s'po them se duhet të kemi gjërat në kontroll,
por dua të kem ca gjëra me të cilat mund t'i parapri, po them disa situata. Dhe fillova të përdor Google Drive-in. Në Google Drive i hodha të gjitha, fillova të hedh të gjitha receta, ekzaminime, çdo gjë. Dhe pastaj sa herë që neve shkonim tek mjekët, fillova të praktikoj këtë share linkun. Shiko se i ke këtu. Nuk ishte aq lumturi për ta. Aq funksionale që ata ta përdornin. Funksionale ishte, por nuk sikur se të thash në telefon. Mjekësia jon, për mendimin tim, ka një problem që është i lidhur me modelin e biznesit. E kanë thënë më përpara, follow the money, që ti të kuptosh. Dhe dyta, me një sjellje tonë sociale, me një behavior tonë social që neve mjekun e bëjmë zot. Dhe këto të dyja i japin një përparësi me një hendek të frikshëm, sidomos mjekëve të cilët neve janë në treg atje. Lyrem, po shumë habishme, si ka mundësi që ne kemi gjithë atë energji për të bërë kërkim për makinat, po them, do blejmë një makinë. Dhe s'kemi këtë energji për jetën tonë, pra për të kërkuar më të mirën për jetën. Apo sepse e shohim ata autoritetin. Ne jemi shumë emocional, edhe në zgjedhjen e makinës, pavarësisht se bëjmë research. Po bëjmë research më. Kjo nuk do të thotë se researchi për ne që do të thotë njonin që i ka qef makina, pra gjithë kemi një shok, një ngutën të afërm që merret me makina. Qoftë për probleme teknike, qoftë për du me shit, du me ble. Pra është si referencë. Këtu fillon researchi jon. Po bën në një kështu research andej këtej dhe ti do të marrësh prap një lloj informacioni që të ndoshta të marrësh një çmim më të lirë, të gjesh mundësi më të mirë. Ajo është pika fundore. Në kupton, çmimi është ajo gjë që ne na prek në çdo gjë. Pra kur ti më futesh ke xhepi im, unë bëhem agresiv. Çfarë ndodh me shëndetin është që ne ndjekim të njëjtën logjikë si me mekanikun e makinës. Unë ikin 5 doktorë të ndryshëm dhe marr mesataren aty që thonë. Pra, e njëjta logjikë është si me çu makinën ke mekaniku, si me shku ke doktori. Por nuk është njësoj si të blesh një makinë të re. Por nuk është njësoj si të blesh një makinë të re. Edhe patjetër që nuk është një hall që të ka rënë dhe ti do ta zgjidhësh. Në kuptimin qoftë edhe pozitiv se po pret një fëmijë, po themi. Po ti merr parasysh se ku diun, çat ka thënë filani. Çai ka ndodhur një komshiu, një të afërmit tënd. Po ne brezi i internetit shohim edhe ca reviews, më kupton? Po. Është fut në lojë kjo flama ChatGPT-ja që kontrollojmë simptomat se mendojmë që jemi mjekur ne, domethënë. Po, dhe në fondacionin që ku drejtoj ne kemi klinik dhe një nga gjërat Fondacioni ABC. Po. Në klinik vazhdimisht me mjekët u kërkoj që të bëjnë punën investigative. Sepse njerëzit me të drejtë kur kanë një problem, ata adresojnë dhimbjet e tyre që janë të lidhura edhe me anën ndjesore. Pra unë ndjej, unë mendoj se. Dhe gjithmonë kryesisht memoria jonë është biased, pra është e një anshme. Dhe ne mend kryesisht gjërat që ne na dhëmbin, jo gjërat e mira. Dhe duke mbajtur mirën, ato ne tregojmë vatrën ku na dhëmb. Por jo lidhjen shkak pasoj e mëtutje. Dhe mjeku duhet të bëjë rolin e investigatorit, pastaj në që të filloj të thotë, okay, dakor, kur filloi kjo? Po çfarë ndodhi, më tregoj një 2-3 ditë më parë. Ke ngrënë, po themi, a ke pas stres? Çfarë punë bën, kupton, ke në një tash ka dhe një kështu rrugë dalje shumë të shpejtë që shumica e mjekëve edhe e përdorin, nuk po them të gjithë. Është e ke nga stresi. Kupton, është nervore. E ke nga stresi, sepse është një gjë shumë abstrakte, por që e ushqen atë nevojën për me marrë një lloj përgjigje. E dyta është receta. Sepse receta është i vetmi fakt që ne marrim nga vizita. Dhe neve justifikojmë një doktor të mirë ose një takim të mirë nëse dal me një recetë që është e mbushur. Se çfarë mbushet aty s'ka rëndësi pse. Po, ankohemi pastaj, se kur ftofemi pastaj dhe themi edhe llogarisim, se ti shkon aty dhe pastaj thot farmacisti, shiko këtë se kemi, thot për shembull, ose këtë, po këtë pse s'ta ka dhënë antibiotik, pse s'ta ka shoqëruar me probiotik, po s'm ka thënë. Ose me vitamina. Ti fillon e dyshon, në gjën njërin çat ka dhënë këtë antibiotikun, po se merr më këtu, më kupton.
Shiko se Mund kjo të dëgjosh dhe farmacistën e lagjes, e cila fillon të nuk bëhet është e një- specializuar. Fillon të mbase. bëhet një zallamai kështu e frikshme, se që ti fillon e dyshon ke vetja, e mban atë, fillon pastaj edhe bëhesh dyshues ke mjeku. Ke nevojë në një validimi të dytë. Në çfarë bën shkon ke interneti. Po interneti po në të njëjtën mënyrë e përdor qëllimisht informacionin fragmentizuar. Sepse edhe këto inteligjencë artificiale, ti duhet t'i japësh një kontekst shumë të qartë me të dhëna me sidomos racional, jo irracional. Që ai të ndihmoj pastaj të bëj punën që duhet të bëj. Por ne duke mos qenë të qartë, duke qenë më emotiv, duke dashur me kry punë shpejt. Pra, mes një antibiotiku po themi nga goja dhe antibiotikut me gjilpëra. Ne po marrim këtë nga goja se merret më kollaj. Këtë nga goja merret më kollaj, po ky me gjilpëra më ngren bën më shpejt. efektin, po, bën efektin. Kupton, dhe unë s'kam kohë për me hum. Kur themi ke fëmia, aty dyzohesh, pra thu shiko, ti bëj gjilpërat, po mu më ndihmon se ky më shpejt, po ja provoj herë këtë tjetrën. E njëjta gjë edhe te prindrit. Po edhe te prindrit i thua, shiko, sepse një ditë që unë zgjohem dhe i mbir zgjat me 38 e gjys, ose kam kalu natën bashkë me ti me shoqë me 38 e gjys, 39. Ajo dita pasar se temi sinqert nuk është dhe jetë 100% efektive. Patjetër. Një natë pa gjumësh nuk është. Ti dhe jesh në një kështu, si më thonë, në një menaxhim krize. E njëjta gjë edhe me prindrit. Në kupton, pra ti duhet të zgjidhësh këtë krizën sa më shpejt, sepse puna nuk ta premton dhe nuk ta lejon, si më thënë, që ti të marrësh disa orë nga puna, ti zgjidhësh dhe pastaj të kthehesh në punë. Me qenë realist se si funksionon tregu. Si mendon se ti e njeh mirë fushën për shkak të ekspertizës punës së përditshme që bën? A e kemi rritur në nivelin e konsultës me mjekët, me analizat, se më duket sikur ne si shoqëri kemi frikë nga spitalet. Ky është perceptimi. Po, unë dua të di si kemi ndryshuar, po themi këto 10 vite. Të them që neve kemi ikur nga besimi institucional dhe kemi kaluar tek besimi individual. Pra ne ndjekim mjekun në institucionin. Nuk themi që filan spital ose klinik është e mirë. Gjëja të cilën unë po përpiqem të bëj me ABC-n. Me ABC-n nuk ka rëndësi se cili mjek vjen edhe ik. Por eksperienca që ti ke si pacient dhe më pas si klient në ABC është ajo gjë e më rëndësishme. Që nga mënyra si përgjigjen telefon, që tek komunikimi me fizik me recepcionin, që tek follow-upi, pastaj pra çdo gjë që ti prek në atë eksperiencë, ti jetë ngritur mbi ato core values të institucionit në këtë rast, po. Pavarësisht se cili mjek vjen edhe shkon. Ndërkohë, çka ka ndodhur në treg është që neve i vetmi institucion të cilin neve vërtet i besojmë sot tashmë është Nën Tereza. Aty ngecemi të gjithë. Dhe prandaj aty ka kështu mbi ngarkesë mbi popullat. Pra kemi besim të madh, po pa kënaqësi të mëdha njëkohësisht për shkak të shërbimit apo jo? Tani ai është i madh. Në disa raste, se jo në të gjitha rastet. Ne themi është i madh. Dhe në spital mund të themi që ka gjithçka. Pra edhe ti duke mos ditë se çfarë mund të ndodh, ti thuash që po shkoj ke kjo e vogla, po shkoj ke kjo e madhe që të mbuloj sa më shumë. Edhe pastaj edhe primarët edhe mjekët MNZ janë aty. Pa çka se çfarë është thënë edhe nëpër media dhe çfarë tha edhe ministria, ata vetë nuk e pranojnë. Por është faktike që mjekët punojnë edhe në vende të tjera. Pra ka në koncept biznesi ka një funnel. Gerion, po unë kam më të lehtë të shkoj te IGEA, të paguaj para. Se ke më të lehtë të shkosh te IGEA? Po themi për analiza rutinë. Se sa të rrit të harxoj gjithë ditën, le që do bësh këto rezervimet, rekomandimet. Si e kupton ti që të dhënat janë të sakta? Jo, okay, po janë mjek të specifikuar, me ekspertizë, mjek të certifikuar, nuk janë mjek të ti besove një emër të madh. IGEA është i vetmi spital në Shqipëri që është ndërtuar si spital. Po atëherë okay, që ngemi okay se po më friksove në një moment. Po kjo tregon që ti ke respekt. Kjo nuk do të thotë që un kam respekt për të gjithë mjekët edhe institucionet. Mirë, s'ka diskutim se cili bën punën e vet, po. Por un fokusin e kam te pacienti, se kam te klienti. Dhe
qëllimi jonë është që ne të krijojmë eksperiencën, ose më mirë, pacienti kur të shkojë të paguaj, të ndjej se ka marrë më shumë se sa ç'po paguan. Po. E më rëndësishme është ndërtimi i marrëdhënies së individit me institucione. Te IGEA, unë po t'ja përvojën time. Do të thënë, unë do të preferoja që brenda siguracionit që unë paguaj si njëri që bëj 2-3 punë, 2 punë stabil, fikse në Republikën e Shqipërisë, por nga ana tjetër edhe punë në bazë projekteve, i paguaj këtij shteti kontribute shoqërore dhe shëndetësore apo jo. Dhe do doja këto kontribute të më ktheheshin në këto vizita bazike që ne bëjmë, kontrolle të zakonshme. U ktheve te modeli biznesit që thashëm. Kjo nuk funksionon. Sepse kjo mua më kërkon të harxoj para. Edhe të lëm mundësi, se më ikin mundësinë, nëse unë do rri një javë për të bërë 2 analiza të thjeshta fare, është shumë e vështirë. Po te IKEA nuk gjej vetëm saktësinë, të paktën sa jam unë i gjendje ta vlerësoj, se unë nuk është se kam ekspertizën mbi sistemin shëndetësor, por si paciente në këtë rast, por te komunikimin. Këtë që i merr përgjigje ti. Sepse ti e blen. Po, ndoshta është kjo modeli i biznesit. Sepse ti e blen. Ne ka qenë një hipotezë që të ndodhte kjo, pra ky modeli hibrid, që unë kontriboj, më kupton, dhe ato duhet më njihen dhe unë të paguaj diferencën. Pra nëse një, po themi, gjak komplet, diun, kushton 10.000 lekë. Dhe ndërkohë unë me anë të sigurimeve të mia që paguaj, dhe në shtet unë shpenzoj 0 lekë parimisht, se nuk shpenzon asnjëherë 0 lekë. Parimisht shpenzon 0 lekë sepse e ke të mbuluar me atë. Po në fakt ke shpenzuar. Ndërkohë te Bygeha amerikani, Salus, kudo që të jetë, ABC-ja, më kupton, Gjermani. Ti atë ke 12.000 lekë, atëherë ti thua, okay, kjo të më njihet, më kupton, dhe unë paguaj 2.000 lekë. Tash këtu kthehemi në ca çështje akoma më themelore, se follow the money prap, se ku shkojnë ato sigurimet tona. Dhe po ti ndjekësh, ne themi që kemi një fond, që nuk është fond, është thjesht një institucion shpërndarës, pra mbledh nga ne, taksapaguesit, dhe shpërndan tek ata që janë moshë e tretë, më kupton, nevoja. Nuk është se ka para në vetvete, po ka para tona. Po nuk është, dhe kjo ka ndodhur edhe së fundmi, ky debati i pensioneve. Dhe aty shkon, sa do më dali pensionin fund fare. Unë s'besoj se kam për dalë njëherë në pension, me thënë drejtën. Do të thënë as nuk e maj shpresën. Me ato shifrat pensioneve që janë çfarë them unë. Po se maj shpresën, nuk jam asaj prindi që them do investoj ke fëmijë im që kur dalën pension të më maj lek, dhe po të vësh re, së fundmi, Monitori kishte bërë një analizë, 2025 është viti kur remitancat me investimet e huaja direkte kanë diku te janë shumë afër me njëra tjetrën. Pra kanë diku te 400.000 euro diferencë njëra me tjetrën. Dhe kjo është e trisht. Është e trisht nga të dy anët, por do të shohësh të dyja. Pensionistët, më fal, nuk në momentin që ti ke 20.000 lekë pension të reja, apo 15.000 lekë të reja, sa do shkojnë ilaçet e muajit? Do me thënë të gjithë pensionistët mbahen nga paratë e fëmijëve të tyre, që punojnë në emigracion apo është e pavitueshme që ty të prishe Terezia, domethënë kur ke këto dy grupe vulnerabël në jetën tënde, fëmijët dhe prindërit. Këtu pse funksionon për atë privati? Se unë në fakt dua të mos shpenzoj apo. Ti do me kry punë shpejt. Edhe në mënyrë profesionale, patjetër. Atëherë ti thua, unë nuk i hy në aspektin profesional, nuk i hy, nuk kam tagrin të gjykoj, por unë shkoj tek një i madh dhe i besueshëm. Dhe te ky spitali X. Po në fakt spitali nuk është bërë për të bërë analizat dhe për të bërë këto gjërat e. Shikoj, jo, po më orienton mua, më thot për shkakun që kjo analizë do ta bësh, po themi te intermedika. Jam dakord. Se po përmend tani në parim, po i përmend jo për reklamë, po thjesht po tregoj përvojën time. Në parim, çfarë ndodh është që ka disa shtresa në sistemin shëndetësor. E para shtresa më e madhe është në sistemin shëndetësor parësor. Që në fakt, këtu ke ne, është bërë punë. ABC-ja është themeluar në 1994 si një qendër shëndetësore. Se s'kishte asnjë formë tjetër atëherë. Dhe ka qenë një qendër shëndetësore model për shumë vite, e cila bënte jo vetëm punën ndaj pacientit, por bënte edhe. Sa vite ke Gerion që kontribuon këtu? Në ABC po thoj se 2 vjet.
Por ka vazhdu të punoj edhe me trajnimet e mjekëve dhe infermierëve. Pra, si një kështu mini qendër ekselence. Duke qenë e lidhur dhe jashtëzakonisht shumë afër me Amerikën, sepse bordi janë mjek amerikanë, janë mjek dhe sipërmarrës amerikanë. Ne javës tjetër na vijnë 2 mjek nga Amerika. Do zhvillojnë trajnime, do zhvillojnë vizita. Çfarë specialitetesh? Një është pneumolog, ndërsa një tjetër është një shërbim që quhet hospice, që është kryesisht i jepet pacientëve që janë në, domethënë end of life patients. Pra sëmundje terminale ose në fund të vdesësh me dinjitet. Dhe ai është i specializuar në këtë, sepse ne brenda fondacionit kemi një qendër kujdesi paliativ. Dhe kujdesemi edhe rastet që janë shtuar në Shqipëri që ne raportojmë në media të moshuar që gjenden vetëm të mbyllur në banesa janë rezultate që kemi mbyllur po korrim. Si nga ana politike, si nga ana ekonomike, si nga ana shoqërore. Njerëzit ti shef, s'ke nevojë të shohësh asnjë gjë fare. Shikoj vetëm se si mbajnë radhën, se si japin makinave. Edhe aty kupton, po. Kur jep makinës, makina është një gjë e ftohtë që duhet të përgjigjet ty. Pra ti je, po themi 90% në kontroll. Dhe ti e kthen rrugën si një kështu pistë Formula 1, më kupton, të dalësh ti pari se mendon se ti ke përparësi, ti duhet me pas shumë përparësi se ky tjetër ti ke punë më të rëndësishme, ku diun unë. Ti je më i rëndësishme aty. Duke ardh këtu nga, domethënë nga kryqëzimi në kryqëzim, një makinë thjesht e donte atë adrenalinën me kalu njërin në tjetrin. Më kupton, ndërkohë që jenë mes qytetit. Ke fëmijë, ke pleq, më kupton, ke kafsh, ke një devijim. Nuk është puna se je në një rrugë të izoluar, që një devijim, hajde hëngër kokën tatë të mirëpafshim. Po afekton edhe të tjerët. Ka një agresivitet. Tani, unë kam pas punu për think tanket të cilët lunin rolin e opozitës vazhdimisht. Bënim analiza shumë qytetare, bazuar mbi informacionet që ishin. Për cilin punuar? APA. Ka qenë një think tank që e ngritë me ca miqë shok. Këtu në Shqipëri? Dhe bënim për 2 vite kemi bërë raporte monitorimi për çdo ministri. Raporte mujore për aktivitetet që bënin. Për punët e ministrive? Për punët e ministrive. Tani, hajde na rrëfet tani sekrete, për aq sa mund na rrëfet, se shiko, që kemi njerë, domethënë, e nisëm, po nuk e dija këtë. Ne bënim një krahasim, më thoshim, okay, çka kanë premtuar, kush është platforma, strategjia dhe çfarë ndodh. Vetëm kaq. I keni të publikuara këto raporte? Ka qenë, por është mbyllur. Sepse si shumë gjëra ndodhin në, si më thonë. Nuk i intereson të ministrive apo pushtetit? Askujt. Jo vetëm atyre. Askujt. Në arenën politikës e politikbërjes. Megjithatë, si më thonë, ishim të rinj dhe na pëlqente kjo mënyra analitike të ngrinim zërin. Por është bërë këngë përsëritur për gjithash, se tash shumë kollaj me shajti qeveri. Nuk thonë s'ka ngel më njëri edhe. Po, është më lehtë të kritikosh se sa të krijosh, dihet. Dhe është bë modë e re. Nuk thonë kjo punë e të kritikuarit. Nuk është problem më tash me evidentu probleme, se janë bë aq masive. Po cilat do janë zgjidhjet? Puna është tash se ne jemi bë mjeshtra të ankesës, të ke vure kur ndërtojnë për shembull deri te pragu shtëpisë. Aty edhe brenda është yll shtëpia. Kurse rruga është e huaja. Po. Ne kemi humbur sensin e komunitetit. Komuniteti janë bërë heterogjene, agresiviteti është rritur. Çështjet domethënë çështjet e këtyre, s'po them smundjeve mendore, po shëndetit mendor neve janë krit të neglizhuara, po. E lem terciar. Pasiguria është aq e lartë. Ja, se më the për çështjen e shëndetit mendor që lidhet me temën tonë me shëndetin. Kaloja një ditë ishte diku ora 8 të darkës tek Vasil Shanto. Një grua që dukej hapur, që kishte probleme të shëndetit mendor, bënte ato sjelljet e saj, por mua nuk më shqetësoi sepse ajo ka nevojë për ndihmë, është e smur mendore. Më shqetësoi shumë reagimi ynë. Ndoshta po ta kthej nga vetja dhe unë nuk reagova në mënyrën e duhur, pa duhet kisha njoftuar dikë. Por mënyra e reagimit të shoqërisë, po s'kam kë njoftoj. Policin. Pikërisht, domethënë gjëja e parë që mund të bëjmë ne si media është të bëjmë një shkrim duke mos e përmendur, kuptohet,
të smurën ose duke mos i nxjerrë asnjë lloj informacioni, po ajo që bëm ne ishte që bëm një shkrim duke dashur të ndërgjegjësojmë pak publikun për të mos neglizhuar çështjet e shëndetit mendor, të lidhur edhe me zhvillime të tjera. Atë kemi në dorë, por në moment nuk është se të tjerët reaguan që kishin thjesht frikë se mos i gjuante, sepse normalisht ti nuk e parashikon dot se cila mund të jetë sjellja, ashtu si mund të kemi edhe paragjykime ndërkohë tjetri mund mos jetë agresiv, por ishte hapur që situata ishte problematike, por reagimi i njerëzve ishte sikur s'po ndodhte asgjë. Dhe mua kjo më terrorizoi. Se nuk është problemi që ti reagon dhe thua si ne zgjidhim situatën, ne thjesht e ignorojmë. Po pra, unë do e mirëprisja sikur dikush kishte frikë largoj, ose të më thosh edhe mua, shiko, mos u afro ti, ose unë ti thosha mos u afro, pra të kishe një lloj reagimi pra. Ose këtë marrim, të diskutonim bashkarisht, se ishim në duke kaluar në kryqëzim. Këtë marrim telefon. Marrim urgjencën, marrim policin. Fare, të gjithë bënin sikur ajo gjë nuk po ndodhte. Kjo më shqetëson shumë. Sa veta vinë akoma ta fshin xhamin në trafik? Patjetër. Edhe një nga ngjarjet tragjike të një fëmije që lypte aty para disa kohësh. Ke shumë të drejtë, domethënë nëse do të kuptosh një shoqëri, shikoje si jep makinës, si pret në radhë. Gjërave të cilat kanë kontroll. Sepse edhe kalamajt pra ne jetun telefonin, se jep ato dopaminën në tru dhe kanë mundësinë ata vetë të ndërveprojnë me të dhe ai bindet. Dhe kjo shkon akoma më thellë pastaj në nuk s'po them se e quaj unë, por në atë the God complex. Kompleksi i Zotit është që unë kur kam këtë mjetin, jam unë Zoti i kësaj. Dhe kjo bën çfarë dua unë. Agresivitetin e na çon në këtë pikë që dua unë t'i kontrolloj gjërat. Dhe kaq ekspozim sa kemi ne gjithë kohës me reklama, me gjitha këto gjërat e tjera që i ke tashmë i ke. Po një bombardim i frikshëm, e thënë drejtën. Më e keqja është ajo është farë që mbillet në tru dhe ti fillon pastaj edhe thu pse ta ket kyt mos e kem unë. Më kupton pse ta bëj këtë? Pa me harxoj lekun se e ke parasysh se thu unë kupton një jetë ke nga këto gjërat që prap shkon ke ana emotive dhe ana emocionale. Kur njeriu rron, dhe unë them momentin që unë kam pas një kur unë kam ndërtu marrëdhënien me Zotin, unë kam fitu shtyllë kurrizore. Sepse deri në atë moment ti kur nuk ke një gjë më të madhe se vetja, je ti Zoti praktikisht dhe ti mund të përkulesh edhe merr formën e plastelinës. Je praktikant? Unë jam besimtar, unë kam, domethënë unë i cilës fe? Baptist, protestant. Unë nuk e imagjinoj dot veten pa këtë, pa marrëdhënien me Zotin dhe jo në atë formën e kamzhikut. Por nëse unë nuk i them çunave të mi, shiko, mos shkati se do digjesh. Dhe shumë kollaj ta tërheq tutje, më kupton edhe ti them. Po çfarë bëj është e heq hekurin nga priza, më kupton, dhe rrimet të derisa e ve gishtin e ty e prek dhe thot, më kupton, babi nxet. Dhe e di, ai sa, domethënë tash sa është 1 vjeç e gjys, dhe sa i rrotullohet hekurit, thot babi është nxet dhe nuk e prek. Shkak pasojën, po. Por ne në këtë mënyrë, domethënë me këtë algoritëm, e kemi humbur, do thuash besimin edhe ne kemi humbur shpresën. Shpresën. Pyet këtë dush. Nuk ka shpresë. Dhe shpresa nuk fitohet ke forcat e tua. Unë e kam bindje që nëse Shqipëria do bëhet, vetëm Zoti mund ta bëj duke përdorur një 10 burra budallënj. Dhe kur them burra budallënj, do thotë njerëz të cilët nuk kanë frikë të flasin të vërtetën dhe ta bëjnë të vërtetën me vepra. Dhe kjo është, domethënë, kjo është edhe arsyeja pse si me medapin, si me ABC-n, si me gjërat e tjera,
unë përpiqem dhe për mua nuk ka kuptim nëse unë nuk jap më shumë se sa çmarr. Dhe shpeshherë patjetër që duke qenë fair, se unë në fund ditës jam me thënë drejtën të japim edhe çfarë kënaqësie jashtëzakonshme njeriu ndjen kur jep, më shumë se sa kur merr. Po varet se për çfarë jep dhe për kë jep. Se ti nëse unë dashuroja mjekësinë dhe studiova për mjekësi, dashuroja mjekësinë. Ke mbaruar ku? Kam studiuar mjekësi ushtarake në Selanik. Nuk e përfundova. Por kuptova një gjë që unë e dashuroja në mënyrën se si njerëzit më shihnin mua. Dhe prandaj unë e kuptoj sistemin shëndetësor nga disa perspektiva. Dhe e kuptoja që ai spotlight është i mrekullueshëm, do të thënë të bën ty të ndjesh dhe ti do të jesh në atë ambient sa më shumë. Do të jesh, sepse kur ti del vetëm. Çfarë përjeton një mjek ose një njeri i kualifikuar që ju shërben në mënyrë humane njerëzve? Çfarë ndjen? Ti je shef në dritë syrit, domethënë çfarë lloj gjë që do thotë ai është a priori. Është dan. Është një kontroll mbi Po s'ka nevojë për kontroll. Ai ta jep, domethënë pacienti ta jep ty në dorë veten e vet. Aq më tepër kur ka fëmijën bashkëshort ti ke në dorë ta ruash besimin që ti jep edhe. Po patjetër. Domethënë ti aty ke në dorë, o ti bish shkurt, ose të bësh ku diun gjermanin, ose për shembull unë admiroj mjekët të cilët janë shumë racional dhe empatik, pra përpiqen që në mënyrë të drejtë për drejtë të shpjegojnë dhe të tregojnë edhe për te i kësaj. Ne po të bëjmë një fushat me ABC-n për gratë post operacion kanceri, që ka dritë edhe pas kësaj. Se çfarë vëmë re është që ato masi bënin operacionet aty ti teorikisht kualifikohesh si po themi jo end of life patient, po një person që ka kalu diçka traumatike. Ne nuk merrem fare me aspektin mendor të kësaj, aspektin mendor dhe shpirtëror. Se sa më i madh problemi aq më shumë besimi te doktori. Dhe kur doktori e kaput këtë kordonin umbilikal pastaj, më kupton ty duket vetja i humbur dhe fillon të ndjen veten si një barr për veten, barr për familjen, si do ja dalën. Gratë të cilave u preket sistemi limfatik, mbasi bëjnë ndërhyrjen, ato janë end of life patient, sepse ato do vazhdojnë të vuajnë me limfedemën gjatë gjithë jetës tyre. Dhe ato kanë nevojë për minimumi 2 deri në 3 herë në javë, kanë nevojë për trajtim. Kanë nevojë për trajtim me makineri, me fizioterapist, me infermiere. Dhe ne këtë përpiqemi të bëjmë. Të japim një kështu shërbim holistik. Dhe kur ato vinë, ajo gjë e cilën unë dua ti heq është të them që ti nuk je barr. Nuk të në absolutisht. Ka gra aty që mbajnë familjet akoma. Vazhdojnë të punojnë fort dhe mbajnë familjet njësoj sikur se të mos kishte pasur asnjë lloj gjëje. Dhe unë e admiroj. I admiroj, po, sepse ato merren me të sotmen. Çka ka ndodhur, s'ka problem. Më kupton, unë do merrem me të sotmen. Dhe sepse duke u marrë me të sotmen mund të vazhdoj të ndërtoj të ardhmen. Nëse unë rrihem merrem duke pa më mbrapa, çka kam hequr unë, ta dish ti, se të thash njëra tjetra. Nuk e jeton atë që është tjetër gjë të thush një histori, pra të tregosh historinë tënde, dhe është tjetër gjë të them unë tash shikoj se di çam ka ndodhur mua apo jo, se ke ide. Dhe këto gra praktikisht janë në rësirë, momentin që bëjnë atë ndërhyrjen dhe më pas, dhe duket sikur ku do shkojnë çfarë do bëjnë. Fillon u fryhet krau, fillon u fryhet këmba, se kuptojnë se çfarë do ndodhi. Mos është ndonjë alergji, mos është ndonjë problem tjetër. Më kupton? Sepse nuk e marr informacionin e plot. Tash unë nuk do të spekuloj, por nuk merret, nuk te i çohet informacioni i plot. Jam i lumtur që ka teknika të cilat sot e mënjanojnë këtë, por jo gjithmonë. Është një gjë, ka raste që është e pa evitueshme, pra është një rezultat i pa evitueshëm. Por ne duhet ndërkohë që ne arritet numri i grave të cilët diagnostikohen me kancer gjiri, kjo do të thotë që edhe numri i këtyre grave pas çfarë lloji ndërhyrje që do kenë do rritet.
Dhe ne nuk mund të pretendojmë që të themi që shikoj, që jo më s'ka gjë, më kupton. E bën. Po prandaj depistimi, kontrolli i hershëm. Mendoj që ndoshta Shqipëria duhet punonte më shumë në këtë aspekt. Dhe modeli biznesit. Modeli biznesit. Sa përqind e shqiptarëve mendon ti se investojnë këtë depistime? Po pra nuk investojnë fare dhe e kanë se kanë frikë nga kontrolli, e kanë se jemi njerëz që bëhemi shumë dramatik për gjëra që mund të jemi më racional. Çfarë frikë kemi pra, se këtë dua të kuptoj. Çfarë frikë kemi ne? Kemi frikë nga e keqja. Timat, merr, zvarr, nuk të vjen. E di që kam i gjothët, po më mirë të mos e di. Sepse ne justifikojmë jetën tonë me volumin e punës që bëjmë. Pra ne, edhe kthemi prapë kjo, nëse nuk ka një gjë më të madhe se vetja, është e humbur. Unë gjërat që bëj, nuk i bëj në këtë rrafshin kështu. Sepse kështu do ishte, domethënë unë gjithmonë do të rriqa krapën nga vetja. Unë përpiqem të bëj në një, domethënë me një filtr, me një filtr që mënyra se si unë flas, drejtohem. Kjo nuk do të thotë se e bëj në mënyrë perfekte ose se ja arri gjithmonë. Jo, ne jemi njerëz dhe jemi shumë gabueshëm dhe shumë në pjesën më të madhe të kohës dështoj, por jam i lumtur që Zoti si më thoni flet ndërgjegjes time dhe unë përpiqem që herës tjetër të mos e bëj. Është formë ciklike. Por duke u kthy, kjo është modus operandi për shumë gjëra kene. Ne nuk i paraprim gjërave. Po marri shembull kosit djot. Duhet bëj kolaudimin e makinës. Dhe gjithmonë me këto gjërat e makinës, e ke parasysh, shpenzohet i dorë lekësh. Dhe thash ti më shoqë, di çfarë do bëj tash? Mos na pyet kur vjen periudha, po. Di çfarë do bëj tash? Do i paguaj edhe këtë herë dhe pastaj do them çdo ditë ose çdo javë do bëj nga një kursim të vogël, nga 2000 lekë. Po. Që kur të vija ajo gjëja, ti kem lekë aty, mos më çakordis. Mos të stresohemi pikërisht për. Mirë, po kjo duhet të dhëmb ty aq shumë e para. Pra ky është parakushti. E dyta, jo vetëm që të dhëmb, por ti të kesh vetëdijen që të thush, okay, stop it now. Nuk duhet të më dhem kjo gjë më. Dhe ti të fillosh e të informohesh pastaj se kush janë masat për të marrë. Nuk është se ne të gjithë e dim gjën që duhet më bë. E dim. Sa herë në vit duhet të bëjmë kontrolle? T'ja u kujtojmë, po pikërisht t'ja u kujtojmë atyre që puna dëgjojnë. Minimalisht një herë në 6 muaj. Edhe sikur të mos jetë asnjë lloj gjëje. Minimalisht një herë në 6 muaj. Mjafton që ti të mbash, si më thon. Që ta nisësh thjesht me një analizë gjaku apo. Po, mjafton ti të mbash në kontroll. Këto vlerat e tua. Dhe qëllimi me dapit, qëllimi fundor ky është që të kthehet në një hub që merr të dhëna nga smartwatch-i jot, që merr të dhëna nga ta themi MedApp. Space. Kështu gjendet edhe pra, në store. Po. Si në anglisht. Po. Edhe Space pikërisht për këtë ka qenë. Sepse ne duam që të shkojmë që nga gjithë këto wearable devices, të gjitha të dhënat të përqendrohen aty dhe të ketë mundësi të t'japi ty informacion dhe mjekut gjithashtu. Tani, këtu kam një pyetje për çështjen e privatësisë. Si funksionojnë? Janë vetë individët që regjistrohen? Individët shkarkojnë aplikacionin, regjistrohen dhe fillojnë edhe hedhin në formë fotoje ose dokumenti, uploadimi, dokumentat mjekësor. Po. Ne kemi 4 kategori aty, por që kemi edhe një kategori 4 të tjera. Që unë zakonisht fus aty për shembull e zuri Lemuelin Viroza dhe bëj një shënim dhe e ve aty që ta, po. Çdo dokument aty këtë qëllim ka që ti të ndërtosh kartelën tënde shëndetësore. Po. Ky kartel me kë lidhet pastaj? Këtë kartel e ke ti dhe vetëm ti. Por ti mund të zgjedhësh që t'i japësh akses me një limit kohe një mjeku përmes adresës së emailit, si në Google Drive. Nëse unë do të jap një mjeku te IGEA, mund ta bëj. Po, dhe ai ka mundësi të shohë, por jo të downloadojë. Është i regjistruar në platformën tënde? Jo, s'ka nevojë të regjistrohet. Është një tiparim, aty shkon me email një link. Ai e hap dhe ka mundësi të shohë gjitha këto dokumentet. Pra thelbi, logjika se si funksionon platforma është që un kam
të digitalizuar komplet dokumenta historikun tim. Ti je Shëndetësor. zoti të dhënave të tua. Dhe pastaj zgjedhun ku e çoj. Ti vendos pastaj se ku do ta ndash dhe ti jep akses dhe ja heq akses. Janë vetëm dokumenta apo ka edhe një interpretim aty të dokumentave? Çdo gjë që është letër, si më thon, ose që mund të kthehet në imazh ose PDF, është aty. Ti mund ta hedhësh aty. Sepse e bën si upload, si në Instagram, që bën upload fotografinë ose videon. Këtë mund ta bëjnë, po themi, fëmijët e prindërve ose fëmijët e pensionistëve që jetojnë jashtë. Për të lehtësuar, po themi, ndoshta kujdesin që do kenë ndaj prindërve tyre. Me dap ish ideal për po themi për prindrit të cilët kujdesen për fëmijët dhe për po themi fëmijët kur janë caregivers për prindrit. Prindrit po. Dhe zakonisht është i mirë për ndjekjen e një diagnoze. Sepse ti duhet të bësh ato kontrollet rutinë. Një personi, domethënë, në hierarkinë shëndetësore ne kemi fëmijën dhe prindrit, moshën e tretë, dhe pastaj vim ne të tjerët, neve që paguajmë për ta në një farë mënyrë. Dhe ne nëse sjellja e këtyre të dy grupeve, si fëmijën si mosha e tretë është njësoj ke mjeku. Pra prodhojmë pothuajse të njëjta dokumente. Receta mjekësore, interpretim doktori, analiza, interpretimin në një imazherie, tipit grafi, se thash, tani nga që çdo gjë po shkon digjitale, është ne do fillojmë të suportojmë formate edhe të analizave, për shembull, të një ekoje, të një gjëje të cila është digjitale dhe ta suportoj atë formatin e caktuar teknologjik. Uploadi dokumentave është i lehtë për çdo, pra mund të bëhet si çdo lloj uploadi tjetër. Neve kemi ndjekur parim jo më shumë se 3 klikime. Pra ti që momenti që futesh në aplikacion, ke një plus të madh poshtë, fut aty dhe ti i vë titullin dokumentit, bën uploadimin dhe zgjedh një nga 4 kategoritë që janë aty të dokumentave. Dhe ke kryer punë. Tani këtu më lind prap një pyetje që lidhet me privatësinë dhe etikën. Gjithmonë kemi diskutuar edhe çështjet që lidhen me inteligjencën artificiale dhe dhënat që japim në inteligjencës. Çështja e sigurisë të dhënave, sepse janë të dhëna shumë personale. Si garantohet në platformën tuaj? Kjo është një merak që diskutohet në disa tryeza, por jo gjërësisht. Njerëzit akoma nuk janë të vetëdijshëm për rëndësinë e të dhënave që ta bartin, sepse ne akoma shkojmë dhe japim të dhënat e e-Albanias lart e poshtë. Po shkojmë te qendra e internetit, japim kodin dhe themi na u lidh çik. Po e vërtet. Të moshuarit e bëjnë. Po. S'kan se si nuk janë trajnuar për mënyrën se si do hyjnë, si do shkarkojnë dokumentat, si nuk kanë faj në edhe për ne navigimi i Albanias është sfidues ndonjëherë, me thënë drejtën. Por ne do kemi jo para me digitalizimin, por ne kemi përpara me këtë fasadën e digitalizimit. Se digitalizimi është proces edhe shoqëror. Është mendor në radhë për. Në momentin që unë nuk e kam konceptin që një gjë mund ta më vjen dhe për të qeshur se shkova te Vodafone një ditë dhe thash Ngela duke ardhur te ju duke pagu faturat. Por si s'më kishte vajtur mendja, si s'më kishte, unë e di që bëheshin dhe pagesat. Po patjetër, po ajo rutinat, kap zakoni, si thuash, edhe shkoja thash, "Shqyr që më ndihmove moj vajzi." Thash se Ngela për mua i këtu. Po ndodh që 2 ditë e harron pa paguar atë, sepse ti nuk e mban mend precize datën dhe është çështje mendësie, mendoj. Po ka një gjë që njerëzit mes paras virtuale dhe keshit shpenzojnë shumë më shumë këtë tjetrën. Dhe keshi? Jo, parën virtuale, se nuk e shohin dhe nuk e prekin. Po, është kënaqësi kur paguan me kartë, se nuk e ndjen atë pagesën që harron, është shumë e habitshme në fakt. Një nga pyetjet që unë i bëja startupeve me cilat punoja, ishte para se diskutoja çdo gjë, pyesja founderin dhe thoja, si i mban financat e tua personale? Sepse mënyra se si ti sheh financat e tua personale projekton në një farë mënyrë se si do sillesh dhe me financat e krijesës tënde. Po patjetër.
Dhe aq më tepër kur ti shkon ti kërkosh dikujt lek, që t'japi lek ty që ti të ndërtosh gjën tënde. Në kupton, është se ne nuk e trajtojmë kështu, ne themi, po shkoj të raise sa funds, më kupton, të flas me ca angel investor VCs kështu. Po ashtu është. Po praktikisht është vllai, shiko, unë du me bë këtë gjën, më jep ca lek ti se unë du ta bëj këtë gjën. Po me kushtet e mia, jo me kushtet e tua. Ndërkohë tjetri po investon te ty pra. Dhe ata që janë investitorë shumë të mirë, dhe unë fatmirësisht kam qenë në të dy anët e tavolinës. Domethënë edhe duke punu me edhe si sipërmarrës, edhe duke punu me sipërmarrës dhe investitor. Me këtë merren. Pra shohin karakteristika, sidomos të personalitetit të themeluesit. Se si sillet me paran, dhe ata shpeshherë lexojnë në rreshta. Ata që janë, po them që janë të mirë. Ka raste kur futen në investime dhe thjesht për të blerë ekipin. Nuk u duhet fare gjë që po ndërtojnë, por shohim që ekipi ka ca brum të mirë. Ka një frymë të mirë aty. Dhe gjen një mënyrë të tillë. Por ne do duke kthy prap ke halli jon, ke shtëpia jon. Kemi këtë tendencën që ti marrim gjërat nga jashtë dhe ti bëjmë kështu bram, motamo, si që kemi pa jashtë, dhe mendojmë që edhe këtu do funksionojnë. Ne kthehemi prapë ke pjesa e digitalizimit. Digitalizimi është i lehtë kur ti ke ndërtuar proceset e duhura, ke ndërtuar sistemet e duhura, ke trajnuar këta njerëz, ke ndërtuar dokumentacionin e duhur, u ke bërë të ditur njerëzve kush janë limitet e tyre, si janë të ndërlidhur me njëri tjetrin, si ndërlidhen me kompaninë, me organizatën, më se thash. Dhe u thua tani, digitalizimi fillon proces mas procesi. Pra, masi është kryer kjo detyra e shtëpisë. Dhe digitalizimi ka një qëllim. Nuk është puna thjesht do bëjmë digitalizim, hajde dhe se do bëjmë digitalizim. Do fusim, ku diun. Do duhet të rrisim përdorimin e kartave të kreditit. Të njëjtën kartë si në Shqipëri, unë e përdora për blerje në Amerikë, mora cashback. Në Shqipëri e ke vetëm me fushata të cunguara, e ke shumë të limituar. Pra mënyra se si ne është gjitha kjo ofertë kërkesa. Ne nuk e ngrem zërin si konsumator. Pra aq kohë sa se ne zgjidhim problemin me cash. E kryjm me cash, hajde mirë pafsh. Për një pagesë rruge ku diun në Greqi, për një toll post, nuk ishte më kthy, pagova me kartë. 1.75 euro. Me erdhi komisioni 2.000 lek. Do të thënë komisioni më shtrenjtë se sa tolli. Bëra dhe pagesën e operacionit tim 5.000 euro dhe prap komisioni ishte 2 euro. Por kur flas në dikë që do të hap biznes, edhe thot se do më vinë thot tatimet e kështu ashtu njëra tjetra, i them shiko valla, ti do më hap biznes për veten tate. Nuk do më hap për njëri tjetër. Se shpona se po hap biznes më bë mirë. Jo, për veten time. Dhe ky është një risk në vetvete. Dhe ti e merr me vete riskun e informimit për të gjitha këto hallkat. Pra nëse ty të vinë ke dera ditën që ti e hap, ky është një risk që ti duhet ta kesh paramenduar. Ne nuk mund të thuash që s'më njoftoi qeveria. Nuk e ka për detyrë qeveria me njoftu. E ve legjislacionin përpara, ka kanalet e duhura, e ekspozon, është detyra jote që ti kur futesh në këtë industri, ti të kesh të gjithë, të kesh konsumuar të gjithë informacionin që duhet. Dhe kjo puna e awareness-it shpeshherë është shumë abuzive. Do të thonë, duhesh jo se po mbroj qeverinë, më kupton, por ne sikurse jo bie dakord Gerion, sidomos me rastet e fundit të zjarrit që ra në Tiranë. Këndvështrimi im është që ne si njerëz na mungon vetdia, ndërgjegjësimi. Ne e duam shumë pak veten, domethënë nuk mundet që ti të kërkosh llogaritë dikush tjetër. Në thelb apo në sipërfaqe? Po nuk e di. Në sipërfaqe e dumne. Në sipërfaqe ndoshta bëjmë si të acaruar ose po unë e kam këtu, për shembull në momentin që ti e shikon që një ngjarje mund të ketë ndodhur 2 herë në të njëjtin vend. Ti nuk merr masa si individ pra. Dhe cilat janë masat? Ti kërkosh llogari ndërtuesit, ti kërkosh llogari institucionit, ti kërkosh llogari vetes. Ne nuk kemi besimin ke institucionet. Ne nuk e kemi besimin ke institucionet, se ç'a bën? Pra ti llogarit, edhe thua, okay, dakor.
do të kërkoj llogari, do ngre padin, do shkoj dhe do se ajo të jetë 11.000 e 1 milion të atë, po. Kupton, dhe kush e di kur. E ti nuk e ke garancinë që do shqyrtohesh, sepse ai është më i madh se ty, ai është më i fortë se ty, pavarësisht se faktet janë fakte. Ti nuk e ke besimin as në proces, as ke institucioni, dhe as finalin që ti do fitosh. Dhe për shembull me rastin e kësaj zjarrit, aty më dërguan një njoftim para ca kohësh për një shtëpi që shiteshe, më kupton, diku te 250.000 euro. Aty na thanë që shiko, është një kështu, edhe e pash njoftimin, shtëpia dukeshe e bukur, shumë e mirë, e patjetër e kushtueshme, 250.000 euro janë pak lek. Por ti e di që dhe gjithmonë diskutohesh ideja e marrjes kredisë për shtëpinë. Dhe ti e di që kur ti merr kredin për shtëpinë, një nga gjërat që bankat të detyron është siguracioni. Është e pavitueshme. E siguracioni në full, jo siguracioni minimal, si siguracioni makinës, siguracioni në full. Atëherë, një deklaratë populiste që doli sot ishte që doli kryeministri dhe tha ndërtuesi do ta ribëj 100%. Ndërkohë te kompania vet ka dalë. Arlis dhe ka thënë do ndërtoj banesat brenda, po brenda kanë pasur mobilje, kanë pasur teshat e trupit, kanë pasur gjithçka. Pjesa e dytë e deklaratës kryeministrit ishte se fajin, nuk kupton, e kanë kompanitë e sigurimit edhe kështu diçka tjetër. Jo, tha, për këtë po diskutohet për projekt ligjin dhe natyrisht bankat e kanë në momentin që t'japin një kredi kanë të detyruar atë që po thoshe. Por unë kam te detyrimi që i bëjmë ne trurit ton për të pasur diçka më të sigurt, sepse s'ka sens që ti investon 250.000 euro, kursimet e një jete, e një familje që ka punuar për vite me radhën e migracion ose nuk ka rëndësi se ku, dhe nuk shkon ta sigurosh. Supozojmë sikur nuk e ke marrë këtë kredin. Se dhe makinat i sigurojmë se është e detyrueshme, dhe kjo lidhet me ndërgjegjësimin që ne kemi, me vetdijen e të kërkuarit të sigurisë. Tani nuk ka siguri absolute, s'ka diskutim, sepse jeta ka plot të papritura, por njeriu brenda mundësive, brenda informacionit që merr, brenda asaj që shikon, ashtu dhe me sigurimin e shëndetit. Ne po flasim për të njëjtin pattern kudo. Në sigurime, në marrëdhënie me para, në marrëdhënie me shëndetin. Jemi të njëjtit njerëz. Tani në këtë sens, në këtë situatë të madhe dyshimi, si ti besojmë në këtyre dokumentave të shëndetit që fusin te platforma jote? Ne kemi zgjidhur shumë kollaj. Ne kemi besuar një provideri të tretë që ka të gjitha certifikimet, domethënë, për të garantuar GDPR dhe ISO janë minimale. Për të garantuar sigurinë e dhënave dhe ne nuk shohim të dhënat ne kemi vendosur që derisa të konsolidojmë disa gjëra, pra deri në moment që ne ti marrim vet ato certifikime, këtë gjë do ta zgjidhim me një palë të tretë. Dhe jemi paguan një përdorues që regjistrohet? Po kush paguan? Si e mbani ju startupin? Ka dy mënyra se si ne po zhvillojmë monetizimin. Do flasim pak edhe për çështjet e startupeve në Shqipëri, se jam shumë kurioze të di dhe këndvështrimin. Po. Për te i gjës tënde, pra. Ke gjetë vështoni, ka bërë. Pse? Je në konflikt interesi? Jo, bisha ka. Medapi për momentin po teston dy mënyra monetizimi. Një është përmes brenda Medapit ti ke mundësinë sot dhe ne po e përditësojmë të gjesh në bazë të locationit institucione shëndetësore që ke për rreth teje, duke filluar që nga klinika. Do fusni reklamat pra. Gjërat që ti gje në Google mund të futesh dhe ti gjesh aty dhe të dalin. Edhe ato që ke më afër, po edhe ato që janë përgjithësi. Pra një si tip kështu Google e thjesht për këto gjërat shëndetësore. Dhe një mënyrë si do jetë monetizimi, do jetë sponsorizimi me reklama. Për shërbime, institucione ose ku diun që laboratorët, klinikat shëndetësore rreth e rrotull kanë interes patjetër. Dhe kjo jep një mundësi të gjithë këtyre aktorëve shëndetësor që të kenë një nish. Pra që të kenë një lloj efektshmërie më të lartë në një target group që e ka fokusin te mjekësia. Mënyra e dytë është që problemin e dhënave dhe GDPR-it e kanë të gjitha klinikat. Që ne duam të lëjmë. Pra punë ka akshi dhe institucione më të rëndësishme se normale, jo më
Pastaj aty nuk futemi. Po. Ajo gjë që ne duam të bëjmë dhe po ndërtojmë është një panel për klinikat, ku ato mund të hedhin dhe të ruajnë të gjitha të dhënat e pacientëve të tyre. Dhe këtë shërbim i ofrojmë ne. Pra ne luajmë rolin e palës së tretë që garanton sigurinë e të dhënave. Si ekziston nga researchi që ju keni, kanë ato sisteme që përdorin spitalet tona, klinikat? Po kanë sisteme. Çfarë lloj sisteme është, nëse mund na, se jam thjesht kurioze. Po janë sisteme qoftë sisteme që janë ndërtuar posaçërisht për mjekësinë. Posaçërisht për edhe për institucionin, pra software që i kanë ndërtuar për vetë nevojat e tyre, ka edhe me që paguajnë fi mujore dhe vjetore. Varet. Tani qëllimi i përdorimit të tyre këtu ndryshon nga institucion në institucion. Gjë më e pakët që e përdorin gjithë është për research. Pra për qëllime menaxhimi, po themi të ardhurave, më thash, kjo bëhet. Për qëllime menaxhimi të klientëve, edhe kjo deri ku bëhet, ajo që bëhet më pak është menaxhimi i rasteve nga ana e kërkimit shkencor. Këtu mund të flasim një emision tjetër të tërë, po që nuk parandodh. Sepse ky fragmentizimi është i qëllimshëm dhe është si të mund është i duhur për këtë model biznesi. Nuk i intereson njeriu që ti të kesh të gjithë historikun tënd. Sepse mua më duhet në të njëjtin vend? Patjetër që ja. Sepse mua më duhet sa herë që vjen kjo unë të fillosh nga fillimi. Çfarë duhet mua me memoria jote? E kuptoj. Duhet bërë sa analiza nga e para. Të kuptoj drejt. Kështu që mua më intereson që ti të vjel. Në që ti vjen me kartelën. Po. Ose do vish çdo gjë do e bësh kjo unë. Dhe po edhe këtu ka institucione që e kanë si do t'i bindni ju spitalet për të qenë pjesë e platformës suaj? Ne nuk duam të merrem fare me spitalet. Duam të merrem duam vetëm të shërbejmë individëve. E keni bërë zgjedhjen qasjen. Klinikave ne duam të heqim barrën e kësaj GDPR compliance edhe ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Dhe në një farë mënyrë duke i hedhur ato të dhënat aty, njerëzit është edhe një mënyrë komunikimi që ato kanë me pacientët, sepse i thot pacientit shiko, do të hedh direkt ka aplikacioni, s'ke nevojë të hedhësh ti. Unë kupton? Ke për shembull profil ti, po, ke emër mbi emër, do të hedh direkt aty dhe ty do të dalin. Dhe ti s'ke nevojë të hedhësh vetë, unë kupton nga e para. Po cili është avantazhi juaj konkurrues në raport me programet që ata kanë pasur spitalet në këtë rast apo klinikat? Ne heqim vetëm dhimbjen e merakut të gjobave nga ligji i mbrojtjes së dhënave. Për ruajtjen e të dhënave. Po. Që i vështirë certifikimi që morët? Ne kemi marrë certifikim bazik, pra ne kemi një compliance me ligjin aktual dhe GDPR-in që është përbën, por duke se janë të dhëna mjekësore, ka certifikime specifike që duhen në bazë të tregjeve ku operon. Në Shqipëri ne jemi covered sepse jemi compliant me ligjin aktual. Dhe në tregje të ngjashme si Shqipëria. Në tregje si BE-ja, ku ne nuk kemi hyrë akoma, u kemi, si më thënë, besuar një palë të tretë që ajo operon me këto të gjitha standardet, domethënë më të mira, edhe të njëjtën gjë u afron edhe userave në Shqipëri. Por në terma me marrëdhënie me shtetin dhe me organet përkatëse, neve i mbyllim edhe vetë. Dëshira është jene të rritemi akoma më shumë, sepse këtë nevojë të paktën me sa kemi vënë re, e kanë edhe në Europë, edhe në Amerikë. Në Amerikë ka një strukturë tjetër, ka një model biznesi tjetër. Modeli biznesit është individ, kompani sigurimi dhe institucion shëndetësor. Kompania e sigurimit është gjithmonë në mes. Dhe është ajo që ruan, merr, mban të dhënat e tuaja për llogarit primin, më thë tash. Ti nuk i merr dot. Ku si është? Këtu në Shqipëri, këtu është drejt për drejt. Unë vi këtu si mjek, ç'a bën e mirë. Pse nuk funksionon këtu kështu?
Sepse do ishte shumë logjike nëse bëj edhe një siguracion, po themi privat të shëndetit, të shkojë në spitalin, është mundësia në Shqipëri? Është mundësia që ti bën siguracionin privat dhe ti mund të shkojë në spitalet në bazë të asaj që ti paguan, ke ato benefitet tua. Por thashë sërish, ne nuk u besojmë këtyre gjërave, se çam në një problem, do të bëj një kundërpyetje. Po vazhdoj logjikën e asaj që po thosh. Në një problem, si do ta zgjidhim? Pra, nëse unë them më mbulon ti unë këtë shërbim, dhe ti thu jo unë s'ta mbuloj, më kupton, unë ta kam thënë më përpara, është kjo kontrata, është çështje interpretimi. Ku do shkojmë? Do shkojmë në gjykatë. E do rrimë të presim gjykatë. Edhe hajde dali kush është më i forti pastaj. Duhet të them tek kemi mosbesim të lartë, por nga ana tjetër ne jemi duke bërë një kërkim lidhur me dezinformimin në hapësirën digjitale shqiptare, për sfidat edhe perspektivat e zgjidhjes këtij fenomeni që në fakt është shumë problematik, me mbështetjen e autoritetit mediave audiovizive, dhe kemi vënë re që është shtuar dezinformimi dhe ka marrë shumë, po themi super xhiro, dezinformimi shëndetësor. Dhe si ka mundësi një shoqëri që është kaq mosbesuese, kaq e friksuar nga analizat nga institucionet shëndetësore, ka një qasje për të besuar lajmet e rreme. Po të them rastet, për shembull, merrnin Agron Llakajn, si figura i ka reaguar dhe vetë, dhe vendosin sikur ai ishte dobësuar, po themi, kaq kile, kaq kilogram. Merrnin situata me diabetin, ku vendosin figurën e një mjeku aty, sigurisht ne si ekspert të komunikimit e të kontentit mediatike, të këtyre proceseve dezinformuese, e dim se si ndodh, se përgjithsisht vendosen ato fjongot, sidomos edhe në raste paralajmërimi i vdekje të rreme, që nuk ekzistojnë. Vendosen situata sikur ke një autoritet mjekësor aty që është duke folur, po përdor edhe figura një mjeku të njohur, në këtë rast. E dim se si funksionon, po si ka mundësi që ne kemi këtë mosbesim kaq të lartë, por nga ana tjetër kemi këtë tendencë për të klikuar aty. Madje edhe për të dashur për të marrë këshilla false gjatë gjithë kohës, ose orientime të rreme. Keni gjuar një mjek në Shqipëri që ka shkuar në burg për diagnozë të gabuar? Tani mjekësia nuk është shkencë eksakte. Apo ja? Kur vjen te jeta, jo, prandaj rregullohet me protokolle. Po si? Ka protokolle mjekësore për çdo situatë. Zbatimi i protokolleve garanton. Po ka një margj gabimi çdo gjë ama. A keni gjuar për ndonjë? Nuk është shkencë eksakte. Mirë. Okej. Dakord me ty. Po prap ke dëgjuar për ndonjë? Po, që thotë që këta tanët janë në rregull, s'kan pasur asnjë rast. Po ka pasur edhe procese gjyqësore, rasti i të miturit që humbi jetën në klinikën ku sa vite u deshën? Lidhur me dhëmbët, heqjen e deshën 2 vjet gati. U desh apel i pafundëm dhe ajo ndodhi në klinikë private. Po. Ke ndonjë për publiket? Nuk ka asnjë rast? Po mirë, po ndoshta edhe nuk kanë bërë gabime mbase. Ato që i bëjnë ato që ti sapo më përshkruajte, nuk kanë frikë. Se çfarë do më bësh? Ku do më çosh? Nuk kupton, nëse çfarë do më akuzosh për shpifje? Pra këta që po bëjnë dezinformimin. Po. S'kan frikë. Kush do ta raportoj? Ne nga njëra anë kemi shumë frikë. Po kjo hap derën edhe të një besimi të lartë, pra ti kur gjen atë valvën e shkarkimit, të besimit të lartë. Aspekti emocional, pra ti prek aspektin emocional si të frikës, po si dhe të nxitjes që ti ne nuk i besojmë, ne si shoqëri nuk i besojmë proceseve. Absolutisht, na duken boring, ne themi vo këto gjermanët si janë, si njerëz pa shpirt. Po shiko, jemi me natyra dhe me temperamente ballkanike, nuk mund të bëjmë do si gjermanët, me thënë drejtën. Atëherë s'kemi pse lakmojmë asnjë gjë nga standardi nordik dhe i Europës qendrore. Në një udhëtim që bëra në vendet nordike, na thoshte një kolegu ynë, provo të kalosh në radhë aty para. Bëheni si eksperiment, dhe filluam, kisha shumë qejf ta bëja si eksperiment. Do e bësh, tha, po t'jesh e sigurt, tha, që nuk do jetë ai pas teje që do ankohet.
po do jetë një që është shumë larg ti. Pra sensibiliteti që prit radhën. Ka një arsye pse krijohet radha? Sigurisht jemi shumë larg realiteteve, po më bëri shumë përshtypje ky eksperiment, tentova ta bëja, thash pastaj ç'po futem, po është e sigurta që do kritikohesh jo vetëm nga ai që është pas teje, po nga i gjithë rreshti. Dhe askush nuk do ta lë radhën. Në Gjermani, në Köln, rruga Bosch. Dhe mbaj mend Kölnin, çfarë më ndodhi në kinema, te Cineplexi. Isha me vajzën time, dhe aty është radha për të bler biletat. Por radha hapet në atë formë, mund të rrinë njerëzit, po duke qenë që janë 4-5 njerëz që shërbejnë, kush lirohet i pari, vjen ai që është në radhë. Dhe një çift i ri shkoi, më zuri radhën sigurisht. Më falë, është radha ime. Unë shkova bashkë me vajzën, është radha ime, i thash. Unë nuk jam natyrë që e kërkoj kështu me shumë forcë të drejtën, jam edhe shumë fleksibël, por doja t'i tregoja fëmijës tim që jo, e drejta kërkohet. Pra dhe të shikosh. Ti për veten tënde nuk do e kishe kërkuar të drejtën, po për fëmijën e kërkova. Nuk do kisha toleruar pak më shumë. Nëse erdhe në Shqipëri. Por se sigurisht po. Ne jemi prindër normalisht, por dhe në fakt më erdhi shumë inat që u futën në mënyrë ashtu tinzare, se tjetri mund thotë, të lutem, të kaloj unë, por justifikimi që bëri pastaj. Ti ishe në ana tjetër, më tha mua, dhe prandaj ndodhi që ne erdhëm këtu. Ky djali u soll, unë sigurisht nuk reagova fare, thjesht i thash është radha ime, me fëmijën aty, vajza shprehjesa ishte, do merrem unë me këto. Do me thënë, një lloj shprehje përbuzëse, ndërkohë që aty ishte e drejta ime se isha para tyre apo jo. Dhe po t'jap këto dy realitete për të kuptuar se ku gjendemi. Më vazhdo atë që po tregoja për Kölnin. Në Köln rruga Bosch. Bosch, në semafor. Isha me ca njerëz të tjerë dhe një zonjë gjermane përpara nesh. Ne ishim trotuar, edhe po këto gallatat tonës, kalon, po s'ka më rrugë makinash, s'ka fare. Edhe një nga këta shokët e mi zbret nga trotuari në rrugë. Në momentin që ka ndryshoi pamja e asaj zonjës, më kupton, dhe na ka pastaj nuk kalum patjetër, por gjatë gjithë këmbimit me të, më kupton, ishte ashtu sikurse në neve arrinim të dallonim se kush ishte gjerman dhe kush jo kur në loja në semafor, sepse ata që nuk ishin, më kupton, e në moment që s'kishte makina e kalonin. Por ajo që ne na habit është që ne kemi gjotë poshtër, nuk e di. Trysnia e ignorancës, është trysnia e ignorancës Gerion këtu, sepse në momenti që ti këtu do të ndjekësh rregullat, ti e para ke gjasa të konceptosh direkt që idiotja, budallaqja, e trasha, që janë shprehje që nuk ka nevojë të ti thuash me zë, po mjafton se si të shikon tjetri. Pikërisht, është trysnia e ignorancës dhe në një moment kur ke trysni ignorancë është e vështirë se ti edhe do përshtatesh, se s'mundet tani që ti jesh aq idealist apo idealiste në kushtet kur situata është krejt përmbys. Sa kohë keni me startupin që kur keni lançuar edhe që po vazhdoni? Me Davi ka pothuajse një vit që është lançuar. Por sa është numri i userave, nëse mund ta japësh ndonjë të dhënë, gjithmonë nëse. Ne kemi rrit, domethënë plus minus se ka pas kemi qenë më shumë të fokusuar te userët aktiv. Pra ne kemi mbi 100 user aktiv. User pastaj që janë platformë ka më shumë se 100, por që janë aktiv që përdorin në mënyrë frekuente. Dhe që ne e shohim, domethënë, sepse e merr edhe feedback, pra për një gjë pyesin. Patjetër, se bëni edhe matjet tuaj. Janë të 100 që. Për këtë nivel zhvillimi që kemi bërë, jemi me të drejtën jemi të lumtur. Kush u mbështeti? Në fillim patëm një mbështetje nga Challenge Fundi, nga Youth for Innovation, me një grant 10.000 eurosh. Me anë të stati po. Me atë zhvillum prototipin, pra dolëm nga... Sa veta jeni në ekip? Unë nuk është se kam një ekip stabël, sigurisht, po. Që të thuash, si funksionon çdo startup, sepse në bazë të... Unë kam një që quaj Board of Advisors, që kam 3 persona. Njëri është teknik në ICT, tjetri është në biznes, dhe një tjetër që është këtej nga menaxhimi shëndetësor.
Kemi një person që është përgjegjës për pjesën e zhvillimit, dhe një person tjetër që merret me këto marrëdhëniet, po themi me partnerët Mus më pëlqen me punu vetëm, me thënë drejtën. Nuk kryesisht në sipërmarrjet që kam nis, kam preferuar të nis me dikë që është ekspert në diçka. Dhe un kam ditë të bëj këtë pjesën e biznesit. Keni plotësuar pastaj aftësitë e ekipit. Plus që me Dapi është kështu, është s'po them projekt zemre, se duket shumë romantik kështu, po. Jo, është ka qenë ideja, dëshira me David ka qenë që të jetë një ndihmes për ata që do ta përdorin. Pa ushtru presion ke as kërkush. Tani të kalojmë te çështja e startupeve dhe se si kemi para njëherë si keni menduar ju për të avancuar, për të krijuar një lloj qëndrueshmërie për të avancuar ndoshta edhe me rritjen. Se kjo është diferenca pastaj me startupeve dhe bizneseve normale. Bëm një provë, edhe dolëm në 2-3 evente për të prezantuar. Dhe frika që unë kisha u realizua. Cila ishte frika? Në fund ishte që e para punës ne në Shqipëri nuk kemi investitor. Investitor në startupe. Ose po them sa gishtat e një dore. Po. Dhe prandaj këtë rol e luajnë organizatat lokale dhe ndërkombëtare. Pra UNDP-ja, USAID ka bërë këtë punë, Partners Albania ka bërë këtë punë, EU for Innovation. Këto luajnë rolin e këtyre angel investors, po që japin në formë grantesh, dhe ata përpiqen që grantet të jenë grante investimi, jo grante për rroga për qeram, the tash. Kaq të pazhvilluar jemi ne në ekun e startupeve. Nga ana tjetër neve kemi startupe që janë shumë të mira, të cilat punojnë me jashtë. Dhe këto kanë zgjedhur një mënyrë kryesisht e mënyrë që quhet bootstrap, pra ta zgjidhin vetë këtë çështjen e rritjes. Duke me financimet e veta, me lekë nga klientët, kjo është shumë e mirë, merr më shumë kohë, merr më shumë energji, por ndërton ca themele shumë të shëndosha. Jo se ato që marrin investim nuk e bëjnë. Por investimi është i rrezikshëm. Patjetër, se në një moment investitori bindet dhe thotë nuk t'jap. Shumë kollaj mund të ndërtosh një flusk. Po. Më kupton, duke pompu me investim, se ti shkon për raundin e parë, raundin e dytë, raundin e tretë, më tash. Dhe çështja është për çfarë do të kërkosh investimin. Ti do ta kërkosh për rritje. Për rritje dhe për rritje mund të kërkohet për startup janë të lidhur me teknologjinë pikërisht për këtë gjë, sepse rritja është më e madhe se sa me shumë biznesi normal. Me shumë pak, më kupton, ti përmes teknologjisë dhe digitalizimit mund të shkosh në tregje të tjera. Supozojmë nëse një startup me regjistrime me subscriptions, ti ke mundësi që me këtë kosto më të vogël të rritesh më shumë se sa një biznes tjetër, po themi. Nëse po themi mu si supermarket, që unë të rritem, më duhet të marr dhe 10 pika të tjera. Po, që ke kosto. Ti rikonstruktoje, ti bëj këtë gjë, në këtë rast unë nuk kam nevojë, unë thjesht ndërtoj platformën, më kupton, që të jetë vizibël dhe në tregjet e caktuara. Dhe sa më shumë regjistrime, aq më shumë para, po ndërkohë kostot nuk i ke funksionon ekonomia e shkallës. Do të thonë sa më shumë. Kjo është parimi dhe prandaj startupet janë të lidhura ngushësisht me teknologjinë, sepse aftësia për të rrit e teknologjisë është shpejt me teknologjinë se sa një biznes tradicional. Plus, startupet në thelb kanë një hipotezë që ka një treg aty që ka një problem që po përpiqen ta zgjidhin në një mënyrë, por nuk janë të kënaqur dhe unë tash do të qasem me një hipotezë. Rreziqet Shqipëria janë se tregu është shumë i vogël dhe gjithmonë mund dalë dikush tjetër që ta zgjidhë më mirë se ty. Tash ne akoma se kemi kontekstualizuar çfarë do thotë startup në Shqipëri. E para sepse siç tham, digitalizimi. Dhe hipoteza ime është që digitalizimi rrit transparencën. Ne nuk e duam transparencën. Në një treg ku gati 70% është informalitet, çfarë do bën të mendosh se ne nuk është se kemi qenë në 90 dhe kaluam në 70. Ne ishim në 90, kaluam poshtë 50-shes dhe shkuam prapë ke 70. Pra ka këto fluktuacionet. Dhe në këtë sens, ti e ke shumë të vështirë të shkosh edhe të ndërtosh një gjë digjitale.
ku njerëzit strugglein me përdor paranë digjitale. Jo më se s'kan siguri, më the tash njëra tjetra. Atëherë ti si do ta bësh? Do pagush një subscription me cash? Do vish ke zyra ta pagush? A që shohim në sektorin mediatik, ne kemi bërë 2 tentativa, po kemi studiuar pak audiencat nëse janë gati për të paguar apo jo. Nuk paguajnë për informacionin dhe nuk dhurojnë për gazetarit pavarur, në përgjithësi po flas. Nuk po flas nëse ti bën fushata raise funding, po themi, ose po flas audienca tipikisht. Për shembull, nëse unë dua të informohem si Valmort, paguaj X Media për t'u informuar. 2 euro në muaj. Varet sa është regjistrimi, ose dhuroj 10 euro në vit për një media se më pëlqen, po themi. Dhe në këtë situatë është e vështirë sepse ne po krahasonim pak modelet e vendeve nordike me vendet tona. E para nuk krahasohen sepse mediat nordike merrin para nga shteti. Jo në të gjitha vendet, por në disa. Është një strukturë ekonomike tjetër. E dyta është komplet tjetër. E dyta, dhe këtë na thoshin, po si ka mundësi, nuk paguajnë fare. Pra e dyta, ata kishin një shoqëri që paguante. Qoftë edhe këtë 2 euroshin gjithmonë për cilësinë e shërbimit. Sepse ata e duan transparencën. Kërish, pra. Ata ndërtuar mbi transparencë. Ta thash këtë shembullin se ke shumë të drejtë kur thua në momentin që ky model nuk kuptohet, nuk pranohet, atëherë për çfarë bëhet fjalë? Ne digitalizimin e bëmë me vendim të kryeministrit. Në 1 maj tha s'kam më tha kështu pika fizike. Çdo gjë do bëhet me Albania. Nuk është se ishim gati, e kishim pranuar apo ishim trajnuar. Në lesh në dorë absolutisht. Nuk jemi gati. Po sepse ne akoma nuk kemi sistemi që koordinojnë institucionet njëra me tjetrën. Akoma. Ne prandaj thash ne kemi një kështu ballore. Por pjesa e infrastrukturës shifrat e përdorimit të internetit janë shumë të larta në Shqipëri. Konsumimit të internetit. Konsumimit. Ne përdorim për zbavitje. Dhe gabimi më i madh që bëjmë është kur themi ky brezi i ri, më kupton, dhe interneti. Ata janë konsumator, jo as përdorues interneti, janë konsumator. Ky dhe mediat sociale sot quhen jemi kështu voyeurist, rrim aty. Patjetër. Qeshim. Kjo shpjegon dhe lidhjen që kanë audiencat edhe me reality show. Po, a e ke parë rrjetet sociale? Nuk janë më rrjete sociale. Është një mini Hollywood i vogël. Çdo kush prodhon content në formë narrative cinematike. Nuk është më më bëri përshtypje një djalë që dile thoshte ata kthejmë ke 2015-a ku kapshim kështu foto të perëndimit, më kupton, edhe e nxjerrje për qef. Pa në ide të madhe, më se çfarë do ndodhte, po kështu. Hajde kthejmë Instagramin ku ishte 2015-a. Ne çdo gjë e konsumojmë. Dhe në një strukturë ekonomie ku tregtia është e marrë me një, shes me 2. Ekonomia e vëmendjes që quhet, pra çdo gjë mbi vëmendjen edhe konsumin që i bëjmë. Shqetësimi im, Gerion, në raport me startup në Shqipëri është se nga që kam bërë një research shumë të detajuar për shkak të këtij cikli të podcasteve që kemi nisur, e për shkak edhe të frikës, të originalitetit, të vlerës që sjellim për audiencë, sepse ne duam realisht të sjellim në biseda njerëz që bëjnë produkte, janë të besueshme, por nga ana tjetër edhe produkte startupesh që kanë një lloj qëndrueshmërie. Po shqetësimi im është që kur thua startup, thua platform, thjesht një website, dhe që unë po di këtë gjë shikoj me shumë dyshim. A ka një ekosistem pas kësaj? A ka një jetë për te 2 vjeçarit që ti ke gjetur, apo unë kam gjetur një financim, po themi? Dhe si do funksionoj, sa rajonal do bëhet, sa do ndërkombëtarizohen këto startupe, sa investitor, sa truri ynë do marrë një vlerë, pra truri i kombit që krijon këto startupe do marrë një vlerë aty jashtë, apo thjesht këto janë, po themi, platforma, ide që të fitojnë një grant të vogël tek tuk, sepse ne raportojmë shpesh edhe për fitimin e granteve të dyshimta, edhe brenda institucioneve serioze. Kështu që si qëndron, si shikon ti këtë, atë të zhdukur shqetësues apo
shkot një shqetësimi imi këtu. Apo koha do e tregoj. Shqetësimet nuk janë të kota. Jo, tregu e tregon. Tregu. Kur them koha, do me thënë tregu. Në biznes, vetëm tregu e tregon. I vetmi aktor i cili e thyen tregun është shteti. Shteti rregullator, pra me ligjet e më se thash. Tash para se të shkojmë ke startupet, struktura e ekonomisë tonë, si është ndërtuar në një formë centralizuese. Ekonomisë, shëndetësisë dhe arsimit. Okay? Po të bëj një paralelizim. Donim të ndërtonim një ambient brenda ABC-s, që njerëzit të merrin të smurët e onkologjiku të mund të merrin atë ilaçin e tyre në mënyrë njerëzore. Jo se atje ku e marrin në shtetet njerëzore. Po është njerëzore, në karrige janë. Gazetari Osman Stafa ka sjell shpeshherë raportime të mënyrës se si gratë bënin kimio, do me thënë të ulur në tavolina apo në karrige të sikletshme, ne në fakt e kemi dhënë shërbim në mënyrë njerëzore. Kur drejtuesi i institucionit dhe ministri thotë do ta adresojmë këtë problem. Ku do adresosh? Po ky ky është mandati qeverisë e 4 e Ramës, 12 vjet, 13 vjet në pushtet dhe akoma nuk e kanë zgjidhur pra. Po kemi rregulluar mbase këto pjesën e fasadave. Nuk ka të bëjmë me individë, ka të bëjmë me modele. Pra, modelet që neve replikojmë janë modele të cilat po thellësisht po transformojnë edhe shoqërinë tonë. Pra një shoqëri të centralizuar te kulti i individit, tek modeli western, nuk kupton? Jo modele europiane. Raportimi që kishim ne për ngjarjen e zjarrit, ishte disa nga raportimet mediatike, jo ne si Gogo Pikal, se ne mundohemi të qëndrojmë larg këtyre modeleve, po është zjarr fiksi hero. Sepse ne kemi nevojë për mite, kemi nevojë për kultin e individit, kemi nevojë për heronj, ndoshta një pjesë kemi ne nevojë, ndoshta një pjesë ushqet nga politika se ka këto interesa të caktuara, por që praktikisht zjarr fiksi është duke bërë detyrën apo jo. Problemi është që ai zjarr fiksi ishte pa veshje aty, fare. Ishte thjesht me një helmet në kokë. Ai edhe po shkoj në atë mënyrë, tregon diçka. Dhe është kështu si me disa faqe. Patjetër që tregon vullnetin e tij për të ndihmuar. Është në krye detyrës. Dhe kështu. Është në krye detyrës. Po dikush më tha po ose mund të ishte polic, nuk jam shumë e sigurt. Dikush më tha që po ishte shef. Ishte shefi. Në besimin tim, shefat janë shërbëtorët e parë. Në mënyrën kur unë ulem dhe bisedoj me sipërmarrës, i them ti do jesh përjetësisht shërbëtor si sipërmarrës, sepse do t'i shërbesh. Ne ngrem biznese që të ndjehemi pronar, që të na shërbejnë. Jo që t'u shërbejmë. Dhe të na shërbejnë edhe punonjësit, edhe klientët. Dhe shteti nga që e perceptojmë të fortë, ndërkohë që shteti ne e mbajmë me taksat tona, ai duhet na shërbej. Sektori shëndetësor ne e mbajmë me taksat tona, ai duhet na shërbej. Kupton, këtu ne kemi frikë të kërkojmë llogari. Po bënim një shkrim se më the për këtë çështën e shërbimit shumë interesante se si diskutuam në redaksi për një shkrim lidhur me siguracionin e rrugës e taksit Librazh Pogradec, që ndodhi para disa kohësh. Edhe po u lumtonim pak nëse kjo rrugë ishte siguruar, po jo thjesht sigurimi i ofertës dhe i kontratës, po edhe nëse ishte siguruar që ne si taksa pagues mos paguajmë prapa apo jo. Dhe këndi që mori biseda që edhe titulli që i vum, a do t'i kishte shpëtuar parat tona, nëse kjo pjesë e rrugës, kjo pronë publike e jona do ishte siguruar, se ka rëndësi kjo mundësia këndi që ne i vëm. Po jo, ndoshta një pjesë e shoqërisë merret me cila kompani e bëri, po sa mirë kompania do e bëj prap. E ndërkohë ky që është filani, çuni filani, djali tezës filani. Po mos ta harrojmë atë që po tregoje për ABC-n dhe atë ambientin që po bënit me poltrona. Ne tentuam që ta bënim këtë gjë dhe nuk e bëm dot, sepse trajtimi onkologjik është monopol i shtetit. Ti syn dot.
medikamente, më kupton çdo gjë. Dhe të pretendosh që dikush do vi me një trajtim 2000 eurosh ke klinika ke ne, dhe sikur falas t'ja bësh, ti thuash ulu këtu se do të trajtojmë si njeri. Kupton, duhet të jetë më i pasur i botës që një trajtim, kupton, kemi ta bëj me 2000 euro shkoj ta blej edhe ta bëj. Le që nuk ndodh ta blej dot. Se s'ka para ta blej praktikisht. Por është gjitha, pra modeli i centralizuar është gjithkund dhe na është imponuar ky modeli. Dhe ne s'kemi tash po vazhdojmë edhe ushqejmë këtë model. Dhe kjo vdes në momentin që ne fillojmë edhe dalim para pasqyrës, edhe ti fillon edhe bën pyetjen pse minimumi 5 herë. Pse po sillem unë një nga këto kuotet që përdoren shpesh në supermarkete dhe që e kanë bërë telef. Ca njerëz që s'po them emrin. Është kjo të mos kesh frikë të dështosh. Ti do dështosh. Dhe do dështosh aq herë sa ti nuk do zësh mend. Por kjo nuk do thotë se duhet ndihesh krenar, se tregon budallikun tat. Nëse ti e duke bërë të njëjtin gabim 10 herë, je budall ose je kokfort. Mirë është të mësosh nga gabimit të tjerëve në fakt. Kjo do ishte skenari më i mirë. Nuk mësojmë, po se ndjem në lëkurë dramën, ne nuk mësojmë. Po a e ndjen ti se në Shqipëri po lulëzojnë startupet? Kryesisht po flas, se ka dhe njerëz që bëjnë punë shumë të mira. Për të përfituar këto grantet e momentit, apo është ndryshe? Po si ku do është free money, edhe ti patjetër që ka dhe nuk i ve faj, domethënë është free money. Pra nëse di ta kuptosh sistemin si funksionon, mund ti aksesosh, mund ti marrësh. Pastaj ngjelet në çështjen individuale se për çfarë do të përdosh, domethënë me të vërtetë apo jo. A kemi vend ne për startupet në Shqipëri? Mendoj jo. S'kemi. Pse? Sepse ne nuk kemi akoma një kulturë biznesi. Pra biznesi, ndërtimit të biznesit, të delegimit, më kupton, të shërbyrit të klientit, të komunikimit brenda organizatës. Nuk e kemi një të tillë. Atëherë ne kur nuk kemi një të tillë, si mund të ndërtojmë ne startup? Për mua është e pa evitueshme kjo gjë. Sa do të duam do ndërtojmë raste të izoluara, të cilat sot janë suksesshme me një treg të huaj, të jashtëm. Sepse në Shqipëri po. Sepse ne funksionojmë me bryla, jo me konkurrencë. Me bryla. Konkurrenca është e mirë. Dhe konkurrenca duhet shkojë në shërbim prap të konsumatorit dhe të klientit. Pra mjekët duhet hanë se kush zgjidh më mirë këtë rastin, më kupton, që t'i shpëtoj jetën pacientit. Çfarë mund ta përmirësonte situatën që të ishim në një situatë më të favorshme sa i përket inovacionit, startupeve, teknologjisë? Private money. Në momentin që futen investitorët privat, ndryshon loja. Sepse investitori privat do të mbaj përgjegjës për çdo lek të tij që ti do shpenzosh. Çfarë i pengon ata të futen në Shqipëri? Sepse nëse ata nuk hasin që ka potencial rritje... Nëse unë sjell 200.000 euro dhe investoj ke ty, kush më mbron mua? Askush. Atëherë është për te rrezikut normal që ka investimi. Supozojmë se ti më mor ato lekët hike. Pra ne bëhet vegjyqësi këtu. Ti ike, i more, unë i stollën llogarinë tënde bankare, ti gjete një mënyrë si ti cash out, i more dhe ike. Ose thjesht nuk më përgjigjesh më. Pra nuk kanë siguri në tregun tonë. Po askush nuk ka siguri. Çfarë do shkosh në gjykat, do futet dosja jote aty, më kupton, dhe do depozitohet dhe më të gjithë e dinë si shkon muhabeti. Gjerën, keni një plan për startupin tuaj ose një lloj vizioni ku doni të shkoni? Supozojmë kishit 100 apo 200 edhe njëherë? Ne kemi 100 active users. 100 që janë aktiv, po keni dhe më shumë. Ne ata duam të bëjmë telef. Pikërisht për 2 vite, po themi. Keni një... Eventualisht ne duam të testojmë këto mënyra të monetizimit, që kjo të jetë një strukturë që qëndron vetë me këmbë të veta. Dhe pra kjo është forma e parë. Dhe pastaj brenda aplikacionit fillojmë të testojmë features, opsione të cilat prapë i shkojnë për shtat userit. Pra, nëse unë aktualisht nuk e bëjmë dot këtë gjë. Unë për shembull kam ndërtuar profilin për gjithë familjen time. Po.
Por ndërkohë dhe bashkëshorët e imi ka bërë të njëjtën gjë, po them. Dhe aktualisht ne po punojmë për një mënyrë se si ne të ketë një cross reference mes këtyre. Pra, nëse ne hedhim të dhënat e çunave, ti hedhim në të njëjtin folder ose në të njëjtin vend. Po. Që të mos kemi duplikim të dhënash, po të mos kemi këtë fragmentizimin. Të përpiqemi të fusim këto kur ti do marrësh ilaçe të futesh të reminderat. Të përpiqemi pastaj ta lidhim edhe me sisteme të tjera, smartwatchet, këto wearable devices që janë të rëndësishme. Që ato, sepse ato tregojnë një lloj behavior, një lloj sjellje tënde gjatë ditës, dhe kur bashkohet me të dhënat aty, i jep një pasqyrë më të qartë. Dhe AI nëse futet, do futet gjithmonë në formën e asistentit. Pra që do të bëj një reminder, më kupton, që do të thotë një gjë, që do të thotë shiko, si po shkon me hekurin se e nise para 3 muajsh. Po e vazhdon apo? Po ecën, s'po ecën. Më kupton, shiko, dhimbja e kokës mund të vi nga asistent, pra jo orientues të jo mjek, jo gjë, jo absolutisht. Është ai vërtetë që Pinoku ai që thotë, shiko, mirë është më bëu atë kjo gjë tjetër. Jo si reminder për me të bëu ty me harxhu më shumë. Por që të idealisht që të mbajë të përditësuar, po. Më kupton, dhe të thotë që shiko, është mirë ta bëra një kërkim për aplikacione të ngjashme dhe kishte disa aplikacione me DAP-i në Australi, i keni parë se çfarë avantazhesh, sigurisht ata ndoshta ju shërbejnë shoqërive me një mentalitet krejt ndryshe. Me DAP-i futet mes se healthcare-i është një gjë, medtech-u është një gjë tjetër. Po. Dhe tregje të ndryshme kanë sjellje të ndryshme sepse struktura e tregut është të ndryshe. Pra mënyra si organizohet sistemi shëndetësor, që do thotë gjurmët që le një individ në sistemin shëndetësor ku ruhen. Një nga gjërat që ne na është thënë, këtë gjë do ta bëj ministria me e-Albania, do ta bëjmë të thash. Edhe nëse e bën e-Albania, edhe nëse e bën ministria, ne prap mirë na bën. Sepse ti duhet pastaj të futesh ke e-Albania, të gërmosh te e-Albania që të gjesh të dhënat e tua. Ndërkohë që këtë aplikacionin e ke të dedikuar me një tap, hapet direkt dhe s'ke nevojë për asgjë. Shpejtësia e përdorimit krejt ndryshe. Prandaj thash është boring. Është shumë boring, se s'është, si më thon, kështu që thosh, do luaj me këtë, do kënaqem, të thashë ana tjetër, por nga ana tjetër, atëherë kur të duhet të kryejm punë. Gerion, faleminderit shumë për gjithë këtë bisedë. Nuk e di, kam përshtypjen që kemi harruar shumë gjëra, po do kemi mbase raste sërish ta përsërisim, sepse ndërgjegjësimi mbi kujdesin shëndetësor, me thënë drejtën, duket që ka një nevojë shumë të madhe shoqëria jonë. Edhe sepse janë çështje që lidhen me jetën tonë dhe mënyrën se si jetojmë. Kështu që falenderoj shumë që ndave nga koha jote dhe përvoja jote mbi të gjitha, dhe shumë mbarësi me startupin tuaj. E ju shtofshin buxhetet, po themi investimet, pse jo të vi momenti që të keni dhe investitor për të huaj për investime, pra që realisht e rrisin startupin tuaj. Faleminderit. Edhe ne në shëndetësi, unë them, kur mos e paçi nevojën. Por nëse nevoja ekziston, qoftë me DAP-in, qoftë në forma tjera, të paktën për nga kjo që sapo folëm, pra jo vetëm shëndetësia e izoluar, por mënyra se si ne sillemi, dëshira ime do ishte që ne gjithmonë të shkojmë drejt asaj si mund të ofrojmë zgjidhje. Se mua ku është kollaj. Dhe aq zgjidhje e vogël. Unë si të kujdesem për kalamajt e mi dhe prindrit e mi. Të bëhem unë grifsha që i kujton, bëni edhe këtë gjën, bëni edhe atë gjën. Tu fillon. Për mua kjo është zgjidhja maksimale që do shtyja çdo kënd. Pikësisht Nën Tereza thoshte, të bëjmë gjërat vogla me dashuri shumë të madhe. Faleminderit shumë. Kënaqësi.